Kemi mbjellë lakër sallat për eksport. Ne edhe punojmë të këto, jemi të punësuar. Kryesisht për eksport mbillet Po, për eksport. Ikën, e gjithë lakra. Biles kemi shumë sera që po i presim, i çojmë, këto janë dora tjetër. Kështu. Ka kërkesa për punë në Divjak për Po, eksport? ka, nëse malli ikën, shitet, punë ka sa të duash. Sa paguajeni ju një ditë punë? Ne paguajmë 25.000 lekë. Je kënaqur? Po të kënaqur dhe s'jemi, po tash jemi, çfarë bëjmë? Dhe po ta kemi ditë për ditë kënaqur jemi. Ka çdo ditë punë? Ka patur. Thash edhe njerë, vetëm të iki malli. Po të ketë eksport, këtu ka punë sa duash. Eksportoni tani nga Divjaka, çfarë përdimesh dhe cilat janë shtetet ku kryhet ky eksport? Për momentin e po eksportojmë patatën po dërgojmë për Bosnjë, për Ballkan, po eksportojmë lakët sallat, lakët e kuqe, preshi, lule lakra, gjitha produktet që janë këtu në zona Divjakës, ne po eksportojmë për jashtë për Ballkan. Cilat janë shtetet kryesisht që kanë kërkesat më të mëdha? Tani për momentin Serbia edhe Bosnja, po marrin pastaj lakën sallate, po merr Polonia, po merr Ukraina, po merr Moldavia. Këto janë shtetet dhe Kosova këtë vit po punon shumë pak, se vitet tjera kanë punuar, po ka favorizuar koha, se ato kanë mbjell vetë, koha ka qenë e mirë dhe kanë produktet e tyre tani ande dhe shumë pak ka vazhdu Kosova. Sa është sasia, i përgjigjet ofertës kërkesa? Po, si mas sezonit po i përgjigjet. Ka mallra shumë Divjaka dhe jemi në rregull me këto me kërkesat. Kur kalojmë përsa i përket standardeve, i plotëson Divjaka standardin e Bashkimit Evropian për eksport? Tani këto vitet e fundit është rregulluar shumë kjo pjesë, sepse fermerët kanë avancuar si me serat, si me fushat, edhe po bëhet malli mirë shumë. Pastaj edhe çik ne e shikojmë vetë magazin, në një e kontrollojmë, e seleksionojmë mallin para se të dërgojmë jashtë dhe po ikën malli mirë. Çfarë kanë ndryshuar fermerët në prodhimet e tyre? Çfarë kanë bërë ndryshe? Tani që kanë ndryshuar në prodhimet e tyre, kanë ndryshuar edhe farat, edhe serat këtu po shtohen shumë, edhe kanë qenë të lakat sallat Divjaka para ca vitesh i kishte shumë pak ose si kishte fare. Speci që po bëhet tu te neve, shalqini, kanë hyrë varietetet e reja, kohën e shalqinit edhe kanë futur produkte që s'kanë qenë më përpara. Kjo lloj patate ku do eksportohet? Kjo do eksportohet sot për Bosnjë. Çfarë lloj është? Po kish ka patatet verdhe janë ndryshme, janë varietete. Ka Arizona, ka kjo është Voga, ka Vog. Janë varietete ndryshme. Për sa kohësh eksportohet patatja në Bosnjë? Atëherë patatja eksportohet 2 herë në vit, se këtu në Divjak mbyllet 2 herë në vit. Edhe ne kemi ja 2 muaj e gjysmë që kemi vazhduar me patatën. Pastaj mbyllet, tani ka vazhduar sot, po të shikojmë nëpër parcela ka vazhduar mbjellja e patatës, edhe eksportohet dhe në verë. Kthyer në sera po mbulohen. Pse po bëhet kjo gjë? Ndërtimi i serave ka qenë si një trend këto vitet e fundit, sipërfaqja në bashkinë tonë është shtuar me rreth 100 hektar sera këto vite, këto 3 vitet e fundit. Kjo për shkak sepse na mbron edhe pak nga faktori kohë, nga shirat e tepër që kemi pas, siç është ky vit, nga ftohti, nga ngricat, por edhe shfrytëzimi më i mirë i tokës. Serat tu në Divjak mbillen rreth 3 herë në vit, në kulturë të parë lakër sallat, pastaj shalqi dhe pjepër, dhe në kulturë të dytë spec. Kjo sjell edhe fitime pak më të larta për fermerët. Kërkesat për eksport plotësohen nga prodhimet që vijnë nga Divjaka? Plotësohen, po. Prodhimi është i mjaftueshëm, është i bollshëm, pastaj në varësi të kërkesës nga vendet e Bashkimit Evropian apo qoftë edhe nga Ballkani, variojnë çmimet. Në bazë kërkesës variojnë çmimet. Po standardi i prodhimeve, a i përgjigjet kërkesave të BE-s? Cilësia ka qenë goxha e mirë. Një trend tjetër i cili sapo ka filluar është edhe mbrojtja biologjike, kryesisht për serat, pra speci është që kemi kulturë të dytë këtu, po mbrohet biologjikisht edhe duke sjell cilësi të lartë për fermerët tanë.
Ja po ju filmojmë.